vërtet me vend një Europë e re në një botë të re. Dhe unë besoj që kjo është edhe çështja kryesore për këtë summit të sotmen. Pra, çfarë është Europa, cili është roli i saj në këtë botë të re? Pas fundit të luftës së dytë botërore, ne ndërtuam një rend të ri botëror të bazuar te Karta e OKB-s, tek e drejta ndërkombëtare, si edhe bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai tregtar. Sigurisht që ai rend ndërkombëtar nuk ishte i përkohur, por na ofroi një kuadër shumë të mirë për paqen, për begatin, në rritje, në veçanti këtu në Europë. Dhe tashmë ky rend botror i bazuar tek rregullat, pra po minohet nga shumë palë. Agresioni rus kundër Ukrainës solli luftën e madhe në kontinentin evropian sërish dhe kjo luftë është një sulm ndar komunitetin ndërkombëtar, ndaj të gjitha parimeve të cilat ne i kemi fort për zemër, si sovranitetin kombëtar, si edhe funksionimi i kufive ndërkombëtar dhe integriteti territorial i vendeve tona. Situata në Gazë është një situatë që është një tragjedi humanitare. Pra, e drejta ndërkombëtare po dhunohet kur njerëzit po sulmohen me forcë të shdrejtë për dekada. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai tregtar ka bërë që njerëzit të lidhen me njëri tjetrin dhe të ketë më begati, ndërkohë që kjo ndërvarësi që ne kishim krijuar është ndërruar në një instrument pushteti dhe presione. Nga ana tjetër, mënyra se si ne kemi funksionuar me rendin shumë palësh, ka bërë që ne të kishim paqe, siguri, ka pavarësisht ndryshimeve klimaterike, kemi promovuar të drejtat e njeriut, të gjitha këto çështje të cilat mund të avancohen sërish përpara vetëm nëse ne bashkëpunojmë në formë kolektive. E megjithatë, rendi shumë palësh vazhdon të sulmohet nga hera e në mënyrë të vazhdueshme. Dhe Europa ka detyrë të punojë për këtë çështje. Ne duhet jemi të bashkuar dhe Europa duhet t'ia dalë mban për të sjellë një paqe të drejtë edhe kohë gjatë për Ukrainën. Dhe ne e dimi, dashur Volodymyr, që siguria juaj është edhe siguria jonë. Europa gjithashtu duhet të investojë më shumë tek mbrojtja e saj, sepse ne kemi mësuar që paqja pa mbrojtje është iluzion. Europa duhet t'ia dalë mban për të krijuar kushtet e duhura për të patur zgjidhjen e duhur për paqe në lindjen e mesme, sepse në rast se nuk e bëjmë këtë, kështu do të minohet jo vetëm siguria e gjithë Europës dhe vendeve të tjera fqinje, por edhe autoriteti e saj. Europa duhet t'ia dalë mban për të thelluar, por edhe për të zgjeruar rrjetet e saj të tregtisë botërore dhe të begatisë. Ne nuk duhet t'i jepemi tundimit të proteksionizmit, por duhet kemi partneritete dhe duhet të shmangim mentalitetin me shumatoren zero. Europa duhet t'ia dalë mban pra për të mbrojtur rendin shumë palësh, duke udhëhequr edhe me anën e paktit për të ardhmen. Duke respektuar marrëveshjen e Parisit për ndryshimet klimaterike, duke mbrojtur oqeanet, si një e mirë globale për të gjithë dhe sigurisht duke vazhduar të jetë një shtyllë e fortë e OKB-s dhe mbështetëse OKB-s. Dhe Europa ka për t'ia dalë mban. Unë dëshiroj t'ju them të gjithëve sot që Bashkimi Evropian është gati dhe i gatshëm që të luajë këtë rol të plot në këtë Europë të re, në këtë botë të re, duke punuar nga afër me të gjithë partnerët tanë europian. BE-ja e re do të jetë një partner i besueshëm për integrimin europian, por edhe për bashkëpunimin për energjinë, për sigurinë, për mbrojtjen, për të mbrojtur klimën. Pra, duhet përdorur kjo energji, ky motivim
pikërisht për të ardhmen e fëmijëve dhe energjinë e mikut ton Edi Rama që të punojmë së bashku si europian. Faleminderit. And now